Sipas gazetës The Time, kryeministri Albin Kurti ka shprehur gatishmërinë për të ndihmuar Britaninë në zbatimin e politikave të saj për menaxhimin e emigracionit të palishëm. Ai kanë konfirmuar se janë zhvilluar bisedime me zyrtarët britanik lidhur me mundësinë e ngritjes së qendrave për azilkërkuesi të refuzuar, duke shtuar që synimi të gjendet në një mënyrë ligjore dhe funksionale për zbatimin e këtij procesi. Ne duam të ndihmojmë Mbretërinë e Bashkuar, kjo është detyra jonë miqësore dhe politike, pavarësisht kapaciteteve të kufizuara ne jemi të gatshëm të kontribuojmë. Ka komunikimi të rregullt mes ekipeve tona shtetërore dhe përfaqësuesve britanik për të bërë këtë bashkëpunim të funksionojë në mënyrë të ndërsjellët e të dobishme, është shprehur Kurti. Planet e përfolura parashikojnë që personat kërkesat për azil të cilëve janë refuzuar në Britani të transferohen në qendra paraburgimi jashtë kufive të vendit, pasi të kenë përfunduar të gjithë procedurën e apelimit. Megjithatë, mediat britanike theksojnë se për momentin ende nuk ka një kërkesë formale, ndërsa Londra vijon të eksplorojë opsione për zbatimin e skemës. Komentet e Kurtit erdhën në prag të samitit të liderëve të Ballkanit Perëndimor, se po zhvillohet në Londër në drejtimin e kryeministit Keir Starmer. Burimi diplomatik vlerësoi se ofertat e Kosovës për të ndihmuar Britaninë në çështjen e emigracionit mund të jetë bërë në kombin e një mbështetjeje më të fortë britanike për sigurinë e Kosovës, në veçantë përballë kërcënimeve që vijnë nga Serbia dhe ndikimi rus në rajon.